Do me thonë, kryetari Imre Ahmeti si pas te i meriton edhe 4 vite qeverisje. Pa ashtu mendoj. Pse mendon? Ka punu mirë për Lipjanin? Besoj që ka punu mirë, në bazë të asaj që po shohmi. Përshëndetje me emisionin 05. Jemi në Lipjan me pyetjen, kush duhet t'i fitoj zgjedhjet e 12 tetorit? Ndoshta LDK. Kush? LDK. LDK-ja. Do me thonë, kryetari Imre Ahmeti si pas te i meriton edhe 4 vite qeverisje. Pa ashtu mendoj. Pse mendon? Ka punu mirë për Lipjanin? Besoj që ka punu mirë, në bazë të asaj që po shohmi në infrastrukturë. Ndoshta LDK. Kush? LDK. LDK-ja. Do me thonë, kryetari Imre Ahmeti si pas te i meriton edhe 4 vite qeverisje. Pa ashtu mendoj. Pse mendon? Ka punu mirë për Lipjanin? Besoj që ka punu mirë, në bazë të asaj që po shohmi në infrastrukturë.